Në radhë parë dua t'ju falenderoj që keni qenë edhe sot këtu për të përcjellur zhvillimet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës, siç e kemi thënë, tash e sa kohë do të vazhdoj që të bëj përpjekjet e saj për ta kthyer rendin kushtetues në Republikën e Kosovës. Nuk mund të ketë normalitet në shtetin e Kosovës nga ata të cilët ndonse i obligon rregulloria e kushtetuta e aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Nuk e bëjnë atë që sot është domosdoshmëri. E sot domosdoshmëri është që të thirret seanca e Kuvendit Kosovës, që të konstituohet Kuvendi, e të mos vazhdojmë me lojra dhe me zhvillimet cilat i pam edhe sot. Po e them, Partia Demokratike e Kosovës do t'jetë përdit në Kuvend, do t'jemi edhe sot brenda Kuvendit, për të bërë thirrje dhe po e përsëris, po i bëjmë edhe sot nga kjo foltore e Kuvendit thirrje kryesuesit të seancës plenare, zotit Avni Dehari, që ta thëras seancën plenare si që e obligon rregulloria e punës së Kuvendit. Kushtetuta e Republikës Kosovës është bërë me mund, zgjak edhe sakrificë. Është cenuar themeli i shtetit dhe Partia Demokratike e Kosovës përsërit thirrjen e kthimit të rendit kushtetues që sot është domosdoshmëria kryesore. Nuk do t'i ndalim veprimet demokratike, institucionale, ligjore, që duhet t'i ketë një përfaqësues i zgjedhur i qytetarëve të Kosovës për ta kthyer këtë vend në normalitet. Pra thirrja jonë është që të kthehet rendi kushtetues dhe t'i kthehemi punimeve të Kuvendit. Asgjë më të rëndësishme sot nuk ka se në kthimin e rendit kushtetues. Prandaj po e përsëris, ne po e mbyllim këtu sot, por do të vazhdojmë të jemi në Kuvendin e Kosovës dhe nuk do t'i ndalim veprimet tona politike, institucionale, demokratike, por edhe veprimet të tjera për të ruajtur rendin kushtetues të Republikës. Faleminderit shumë. Ku ishte kryetari Hamza që mungoi sot gjatë tërë kësaj kohe? Kryetari Hamza është brenda Kuvendit të Kosovës. Ne kemi pasur takime edhe sot me kryetarin Hamza dhe ne do të vazhdojmë, e thash, bashk me gjithë grupin parlamentar, me gjithë deputetët cilët sot duhet ta kenë primar interesin e kthimit të rendit demokratik në Kosovë, që të angazhohemi të jemi në ulset ku kemi marrë mandat prej qytetarëve të Kosovës. Sjelljet cilat sot i keni parë, inskenimet, përpjekjet për ta shndruar këtë seancë në normalitet, kur detyrimi ynë kryesor sot është që t'ulemi, t'i japim rrugë drejtim institucioneve të Republikës, pra janë absolutisht thirrje kaotike. Sot Kuvendi ka nevojë për konstituim dhe detyrë kryesore çdo qytetari që e do Kosovën do duhet të ishte kthimi në normalitet. Faleminderit shumë. Nëse është në Kuvend, pse s'ka ardhur? Kemi zotin Dehari për të qartësuar kërkesën e juaj përveç kësaj publike përmes mediave. Dëgjoni, ne do t'i bëjmë të gjitha përpjekjet për ta kthyer normalitetin dhe rendin kushtetues në Republikën e Kosovës. Ju e dini që ne kemi dërguar një letër në drejtim të zotit Dehari, kemi pritur që në këtë afat të dytë, 48 orësh, që s'ka doj, të kemi reflektim të tij. Në kohën kur Kosova sot është në stagnim e sipër, kur gjithçka është në prapakthim, është nevojë imediate që deputet t'i thirrin mendjes. Dhe këtu edhe si deputete, ju bëj thirrje dhe kolegëve të shumicës parlamentare që të vinë e t'i hapin rrugë krijimit të institucioneve të reja. Pastaj do të diskutojmë për tema tjera. Sot detyrë parsorë jona është që të kemi kthim në normalitet, sepse po shkunden themelet e shtetit të Kosovës. Ju nuk do të ketë, nuk guxon askush ta mbyll Parlamentin e Republikës Kosovës. Ky është vendi i përfaqësuesve, ky është vendi i qytetarëve të Kosovës. Dhe nuk guxojnë që dyert e institucionit më të lartë në vend të mbyllen kur ka nevojë që të hapen, ka nevojë që të ketë konstituim. Ne do të jemi këtu edhe nesër, do të jemi këtu çdo ditë deri në kthimin e rendit kushtetues në Republikë. Pra aksionet tona ligjore, kushtetuese, politike, të gjitha llojet nuk do të mungojnë për ta kthyer Kosovën në binarët e saj dhe për ta kthyer stabilitetin në vend. Faleminderit shumë. Faleminderit.